E shoh një ekip që është mirë përgatitur, i mirë vendosur, por mendoj që nëse në bankim do kishte një trajner parë, do kishte edhe më thjeshtë lojën sot ose dhe ekipi do ishte përgjithësisht ndryshe. Unë në çdo intervistë që ndushnja është shpjegimi i dytë. Pra dhe kur e thash çfarë intervistë që të sheh, jam çun dhe ka vajë dhe çun ndryshe. Pra më dini se kam bërë ndryshe, besoj se e meritoj të jem çun ndryshe në 5 vjet. Kënaqësi di ishte pa pamë sepse thosh 5 vjet në ekip duket sikur ke lind aty. Dhe ishte kënaqësi thoshun unë do vitë momenti ta drejtoj atë ekip. Si do ishte ndryshe sot? Nuk mund të jeni përgjigje si do ishte ndryshe sot nëse do ishte unë, por mendoj që do ishim ekip pretendent për ta futur këtë. Çfarë shikoni sot të ndryshe? Ndryshe ka ekip që e thash në çfarë mirë vendosur. Ekip që në luftën e ka shumë më të mirë se sa ekipi i Besës. Dëshirën për të fituar ka më të madhe. Por atë që thash parë sepse çdo shtëpi do i parë. Dhe nëse duhet sot të kishim një trajner parë, do të kishte një formë të jetë për rezultat më të mirë. Si shikoni golin e Cankës? Goli i Cankës është gol që ai gjithmonë i bën. Goditet me kokë, është i ka i shpejt, që godet me 2 akoma, por edhe luftën e ajër po them që është ndoshta më të mirë sa kategoria. Me shtyrin një trajner në të nesër ardhmë për qytetin e Buçës. Si shikon gjendjen e ekipit sot? A ka mungesë ekipi? Çfarë duhet të ketë Buçës sot? Ta thash, ekipi mund të ketë nevojë për pak vendosje taktike, por fizikisht është shumë mirë. Dhe mendoj që duhet futa e grinda. A grinda që ti ekipi i mungon. A grinda që duhet ta ketë çdo ekip. Ose fundi fare dëshira për fitu dhe mos u shnasin ndeshje si inferior, por ty si superior.